A ju kanë dalë ndërtimet aktualisht afër autostradës, pra fjala për çat provë? Po, e kanë dalë, po. Pse? Puna edhe që u konë të bodë një penthouse, edhe për ata e kanë dalë. Namaz pori e kena murë, kena pytë komuna bënë që aty leja, ka thonë që bënë, edhe e konë pensionin nojtë, aty e kena eka pensionin e nojtë, ka kesë e kanë hekë, e komër pëlqimin të kesit, qa konë nevoja e komër kretë, ato, Po. Edhe e kena fillu punën, tash ti e kanë ndalu, tash janë të bodo ankesa. Okej, kush ja u ka ndalu? Komunja. Me çfarë arsyetimi? Po, pashatotën nuk e di, është një avokat që u shku aty, nuk e di, se që më ka thonë po kom haru. Objekti është shumë afër autostradës, apo? Po jo, e larkë të autostradës. Sa është larg përafërsisht? Për para, hymjes është diko një 30 metra. Po sipas ligjit, është... po sipas ligjit duhet me kanë minimalisht 100 metra. Nuk e di. A ju ka njoftu dikush në komunë për si zhvillime? A keni ditë ju kërë keni marrë lejen? Ja, se kena ditë. Sa konsideroni që është vlera e dëmit financiar që po ju bëhet juve si biznes? Nuk e di. Megjithatë, për të ardhur deri te leja ndërtimore, Shpati kishte paguar mbi 3.300 euro taksa komunale. Sipas dokumenteve që ka siguruar betimi për drejtësi, Shpati pagoi 2.240 euro vetëm taksa për lëshimin e lejes së ndërtimit, 1.122 euro për bodrumin, 1.122 euro për përdhesën dhe 206 euro për katin e parë. Ndërsa në vendimin e drejtorisë për shërbime publike dhe mjedis, ku aprovohet kërkesa për dhënien e lejes mjedisore komunale, Shpati kishte paguar 856 euro tjera. Aktualisht, Shpatit i mbetet vetëm të drejtohet me ankesë në institucionet e nivelit qendror. Pjesë procedurale e aplikimit për leje ndërtimore, sidomos kur ka qasje në rrugë autostradë ose rrugë magjistrale, do të merret fillimisht një pëlqim nga ministria për qasje në rrugë. Procedurë e cila nuk është ndjek, rrjedhimisht kjo edhe e bën lejen të kontestueshme. Një arsyeve bazë pse na dhe kemi bezullu këtë leje. Cili ka raport juaj me investitorin privat, operatorin privat atë? Nuk e një. A ju ka kontaktu? Pastaj. Çka ka thonë, çka ka kërkuar? Ai dëshmon se ka marrë lejen ndërtimore në mënyrë të rregullt.